Projekti Shkupi 2014, procesi detonator, marrja e borxheve nga bankat e huaja, dështimi i projektit Blej Shtëpi, Blej Banes dhe dështimi në parashikimit për rritjen ekonomike janë vetëm disa nga 10 shkaqet pse Stavrevski duhet të ikë nga dikasteri të cilin ai e drejton. Kështu shprehen deputetët e LSDM-s duke arsyetuar interpelancën ndaj ministrit të financave Zoran Stavrevski. Më i ashpër në kritika drejtuar punës së tij ishte deputeti i LSDM-s Jani Makraduli, i cili tha se çdo 10 minuta në krye të Ministrisë së Financave Stavrevski i shkakton humbje buxhetit në vlerë prej 115 milion euro. Ai theksoi se do të vijë dita që secili të jap llogari për kriminalitetin e bërë. Deputetët do të shpotojnë. Vallë mendoni se Beti Kuzmanovska do të votoj kundër jush. Dua të jeni të bindur dhe ju jeni të vetëdijshëm se për çdo ditë ju e zvogloni mundësinë që të paktën të jeni edhe dëshmitar i mbrojtur. Ju si ministër veproni sikur të kishit dhënë betimin mbi statutin e VMRO dhe PMN-s e jo mbi kushtetutën e Maqedonisë. Ndërsa deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Zjadin Sela theksoi se Stavrevski kontributin e shqiptarëve në mbushjen e buxhetit është problem me zero investime. Ai përmendi edhe përfaqësimin katastrofal të shqiptarëve në Ministrinë e Financave dhe në drejtoritë të cilat janë në kompetencë të tij. A duhet të shkarkohet ky ministër? Natyrisht që duhet të shkarkohet. Ky është ministri i përgjegjës i cili nga 30% mjeteve që e mbushin buxhetin shqiptarët, u ndan me buxhet vetëm 3% dhe me rebalans buxheti i lën me 0%. Faleminderit. Akuzat e deputetit të PDSH-s nuk u komentuan nga ministri Stavrevski, i cili në stilin e tij të njohur theksoi se gjatë periudhës së tij në krye të Ministrisë së Financave është zbutur ekonomia jo formale, janë zvogluar borxhet e shtetit, ndërsa qytetarët jetojnë më mirë. Unë pranoj dhe e di rëndësinë e pozicionit që e mbajnë mbi supe. Pyetja është, a ka mundur ekonomia e Maqedonisë të jetë më mirë dhe a kemi mundur që në kushte të tilla të krizës ekonomike të arrijmë më shumë? U a lejuve që përgjigjen ta vlerësoni vetë sipas ndërgjegjes tuaj? Interpelanca e ministrit Stavrevski duhet të përfundojë deri në orën 24, kur deputetët duhet të votojnë për mbetjen apo shkarkimin e tij si ministër i Financave.